Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e martë dhe jemi në javën e 5 të kohës së Pashkëve, kurse psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë i jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si ari agimi i dritës, qielli nga lavdet i hën, bota prej shendit galdon, feri ulërin nga grahmat. Kur mbreti shumë i forti, i shem fuqit vdekjes, nën këmbë ndrydhi tartarin, të mjerëve u zgjidhi prangat. Ai që më rast të mbyllur, rreptësisht ruhet nga ushtari, nga nyjes me zulm fisnike, ngrihet fitues nga varri. Tashmë u çlirua feri prej dhembjesh e rënkimesh, sepse unë gjallë Zoti ynë, plot shkëlqim thërret angjulli. Për herë ti rrofsh ndërmendje, o krisht gëzimi i pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndërgjith shekujt burim jete. Amen. Antifona par. Ai që zbriti në mesin ton, unë gjitë për mbi qiej, aleluja. Psalmi 24, rreshtat 1 deri 10. Zoti hy në shenjtroren e tij. E Zotit është toka dhe gjithçka jo ka, rruzulli mbare të gjithë banorët e tij. Ai vete themeloi mbi dete dhe bëri të qëndrueshme mbi lumenj. Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit? E kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë? Ai që duart i ka të pafajshme, zemrën të pastër, ai që nuk e drejtoi shpirtin e vet në kotësi, ai që nuk përbehet në rren. Ky do ta marrë bekimin prej Zotit, shfaqësimin e hyjit shëlbuesit të vet. E tillë është breznia atyre që kërkojnë Zotin, e atyre që kërkojnë fytyrën e hyjit të Jakobit. Lartësoni o dyer ballnikët tuaj, lartësohuni o dyer të amshueshme, që të hyjë mbreti i lavdis. Kush është ky mbret i lavdis? Zoti i forti nga dhënjuesi, Zoti nga dhënjues në luftë. Lartësoni o dyer ballnikët tuaj, lartësohuni o dyer të amnueshme, që të hyjë mbreti i lavdis. E kush është ky mbret i lavdis? Ai Zoti i ushtrive, ai vetë është mbreti i lavdis. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë i jetës. Amen. Ai që zbriti në mesin ton, unë gjitë për mbi qiej, aleluja. Antifona 2. Tash është koha e festës, lavdërojni Zotin hyjin ton, aleluja. Kënga nga libri i Tobis, kapitulli 13, rreshtat 2 deri 8. Hyji ndëshkon dhe shpëton. Qoftë bekuar hyji që jeton gjithmonë. Dhe mbretëria e tij. Ai ndëshkon e mëshiron. Çon deri në fund të nëndheut. Dhe me madhërinë e vet nxjerr nga bjerrja. Askush si shpëton dorës së tij. Lëvdojni ndër sy të paganëve, ju bijtë e Izraelit, ai një mend ju shpërndau në mes tyre. Por edhe atje ju adëftoi madhërinë e vet. Madhërojni ndër syt e të gjithë të gjallëve, ai është Zoti ynë, Ati ynë. Ai është hyji ynë në shekuj të shekujve. Ai do t'ju ndëshkoj për shkak të këqijave tuaja. Por ai do të ketë mëshirë për të gjithë ju. Do t'ju mbledh prej të gjitha kombeve. Kudo që do të jeni të tretur. Kur të ktheheni tek ai për ta zbatuar para tij të vërtetën. Me gjithë mend e zemër. Atëherë ai do të kthehet tek ju. Më fytyrën prej jush s'do ta fsheh. Vëreni si veproi me ju. Falenderojeni me zë të lartë. Lëvdojni Zotin e drejtësisë. Lartësoni mbretin e shekujve. Unë lëvdojnë edhe unë mërgimit tim. Fuqin e madhërinë e tij, unë ju ashpall popullit të mëkatarëve. Kthehuni ka ai mëkatar. Para ti drejtsin zbatone. Kush e di, prap ndoshta ju do. E për juaj ka mëshirë. Sa për mua do ta lëvdoj hyjin. Shpirti im gëzim do të ketë. Në mbretin e madhërueshëm të qiellit. Të gjitha ditët e jetës sime. Të gjithë ju të zgjedhurit bekoni Zotin. Të gjithë lëvdojini madhërinë e tij.
Gëzohuni dhe atë lëvdojeni. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmoni jetës samin. Tash është koha e festës, lavdërojni Zotin, hyjin ton, aleluja. Antifona 3. Dashuria e Zotit e përshkon mbar tokën, aleluja. Psalmi 33, rreshtat 1 deri 22. Him provanisë së hyjit. Galdoni o të drejtë në Zotin, të drejteve u ka hije lavdërimi. Lavdërojni Zotin me kitar. Bini gëzueshëm lirës me 10 korda. Këndoni atij një këngë të re, përcilleni bukur me cetër brohoritjen, sepse e drejt është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e tij me besë. E do drejtësinë e gjyqin, plot është toka me mirësinë e Zotit. Prej fjalës së Zotit u krijuan qejt, prej frymës së gojës së tij çdo trup qiellor. Si në rëshiq i mbledh ujërat e detit, oqeanet i qet në ujë mbledhës. Le të dridhet mbar toka para Zotit, të gjithë banorët e rruzullit le të tuten para tij, sepse ai foli gjithçka u bë, ai urdhëroi gjithçka u përftua. Zoti shpartallon synimet e popujve, i pshtjellon qëllimet e kombëve. Synimi i Zotit qëndron për amshim, mendimet e zemrës së tij prej breznie në brezni. Luma i kom që përhyje ka Zotin, populli që Zoti e zgjodhi përpron. Zoti shikon nga qielli e i shet të gjithë bitë e njerëzve. Prej vendit të vet të shet, i shqyrton të gjithë banorët të tokës. Ai që të gjithëve u ka krijuar zemrat, e i kupton të gjitha veprat e tyre. Nuk shpëton breti në sajë të ushtrisë së madhe, as vigani në sajë të fuqisë së madhe. Kot e pret fitoren nga kali, fuqia e tij e madhe nuk do të shpëtoj. Që sytë e Zotit janë mbi ata që e druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij, për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe buroja jonë. Zemra jonë në të e ka shpresen. Shpresojmë në emrin e tij të shenjtë. Mirësia jote qoftë mbi ne o Zot, sikurse ne shpresojmë në ty. Lavdiatit e Birit e Shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Dashuria e Zotit e përshkon mbar tokën, aleluja. Leximi i shkurtër Veprat e Apostujve, kapitulli 13. Hyje ngjalli Jezusin prej të vdekurish, ai u dëftuai gjallë për shumë ditë atyre që bashkë me të që ngjitur prej Galiles në Jerusalem, të cilët tani janë dëshmitarët e tij para popullit. E ne u shpallim lajmin e gëzueshëm se premtimin që hyu apatën etërve na plotsoi neve, bijve të tyre, duke ngjallur Jezusin, sikurse shkrua në psalmin e 2, ti e biri im, unë sot të linda. Përgjigja e shkurtër, Krishti u ngjall prej të vdekurve, aleluja, aleluja. Krishti u ngjall prej të vdekurve, aleluja, aleluja. Ai është ndriti botën e shëlbuar me gjakun e tij. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit shenjtë. Krishti u ngjall prej të vdekurve, aleluja, aleluja. Kënga ungjëllore Benediktus. Antifona, po ju lë paqen, aleluja, po ju jap paqen time, aleluja. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjëlltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij, qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit. Që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit shërptorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahami tatit ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut,
në shenjtëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profetit të Tij të Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët. për ta vënë në dijeni popullin e Tij. Se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, Në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojnë në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tonë në udhën e paqes. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës amen. po ju lë paqen, aleluja, po ju jap paqen time, aleluja. Lutjet e besimtarve, ta lavdërojmë Krishtin, i cili rindërtoi tempullin e trupit të vet, të rënuar nga vdekja, dhe t'ja drejtojmë lutjen tonë. Na jep frytet e të ngjallurit tënd, o Zot. Na jep frytet e të ngjallurit tënd, o Zot. O Krisht, që ju zbulove grave të përshpirtshme dhe apostujve të tu gëzimin e të ngjallurit tënd, na bëj edhe neve kumtues të fitores sate. Na jep frytet e të ngjallurit tënd, o Zot. Ti që duke u ngjallur nga të vdekurit na dhe pengun e ngjalljes son, jepja të gjithë njerëzve fitoren mbi të keqen dhe mbi vdekjen. Na jep frytet e të ngjallurit tënd, o Zot. Ti që duke u shfaqur për apostujve i gjallë u adhurove Shpirtin Shenjtë, zbrazë mbi ne forcën tënde krijuese. Na jep frytet e të ngjallurit tënd, o Zot. Ti që premtove se do të mbetesh me nxënësit e tu deri në mbarim të botës, rri me ne sot e përgjithmonë. Na jep frytet e të ngjallurit tënd, o Zot. Aty ynë që e në qiell, u shenjë trofta e mryt, ardhë mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Buken ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të lutemi, o hy, ti na përtrin për jetën e pasosur me ngjalljen e Krishtit. Forcoje fenë e shpresën e popullit tënd, që kur të mos dyshojmë në premtimet që ti vetë na i ke bërë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.